Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që na nderuat me ardhjen tuaj këtu në studion e Weekendit. Mirë mëngjesi, është në cimi pas këto. Mirë se ju gjetëm. A pritut pak me uzgju mëngjes, a i keni mëngjeset kështë gjithmonë të hershme? Jo, të hershme i kemi gjithmonë. Okej, s'ko ka konë diçka ma... Edhe me na kënë thirë ma herët, kish mi ardhë. Apo? O ju thirëshëm gjithë? Zotri Munishe, jashtë jetës së futbollit, si është një ditë e juja? Jashtë jetës futbollit? Me angazhime familjare, jo profesionale. Me angazhime familjare, unë jam tepër njeri familjare dhe përveç që i kry takimet deri në orën 1:30, 2, në herë edhe 3, pjesën tjetër jam shpe. Edhe mësanena është plan programi familjar, ose dalim në ikon, ose rrim shpe, ose... Po që shumë e i përkushtum për familjen. Zonja Flutura, e dim që Zotri Munishi gjithë jetin ja ka kushtu futbollit. Sa ka mujtë me ndiku që edhe ti me dasht futbollin? Unë s'ko motër, jom rrit me 2 vllazën edhe paka shumë jom rrit në këtë pjesën e sportit u fa futbol dhe kom dasht edhe vetë. Kom qenë tifoze e Prishtinës gjithmonë, edhe tash rallë që i ndroj klubet e përkrahi i Smetin, ku do që është, mirë po kështu në zemër e kom Prishtinën. Nuk ka ndiku i Smeti. A ka ndiku na herti në vendimin e Zotrit Ismet? Veç që për cildi edhe jom pak ma e ndishme rreth klubeve ku është i Smeti, se kom qef me po gjithmonë fitimtar, për ndryshe nuk s'm ka ndiku. Kështan ato ekipet që i kum pasun e për para kum deshtin Terin, Masanej, kur ka dalë me Mourinho në Real, edhe unë e kom dalë bashkë në trenerin, është ta më ka ndjek kjo bota e trenerave. Nuk s'ka pas ndikim, për para e kum për cilë edhe ma shumë, tash normal ka nërë fëmija njetë, obligime, për para jëm konë ma e zjartë, ndaj lojve, ndaj... Për shkak të profesionit e Zotri Munishit, a ndjeni dhe ose le të themi të detyruar të jeni të kyqër në këtë botën e futbollit, apo është edhe për ju pasion? Unë thash që e kom pasion, e kom përcjell edhe për para, mirë po tash të me pa tjetër, na Ismeti e ka punë këto edhe me pa tjetër që të obligohet. Ne nuk e kemi vikendin, na e patëm edhe një biset lirë tash para emisionit, edhe nuk është që i kemi shumë vikendet e lira, ose që kena mundësi, jo pëse s'kena mundësi. Unë jam edhe fëmija, jena shumë të lidhën me, jo veç për lojt Ismetit, por ne çdo ditë jemi të lidhën, masane edhe loja normal që na bën me përkra ma shumë, me najtë para televizorit, e një vetën si kur nuk kom respekt ndaj Ismetit, si kur trallëtikë, unë e kur e di sa stres ka gjatë në 10 minutave, unë e me dalë me bo një qef ose me organizu diçka për vikend, shumë rallë, veç në ftesë që nuk më i me refuzu, se për ndryshë unë jam para televizionit edhe me shku me po Ismetin live, s'kom zemër asë njëre. Nuk e di, unë ma shumë kaj gjatë lojës, sëso që... Ose kur janë akcione, unë gjithmonë dikun e largoj kokën, se nuk... Shto jena të lidhën. Po ty, Zotri Munishi, sa të mungon, ndështë mungesa e zonjës Flutura në stadion, kur jeni në naj loj, a e ki ma shumë stres nëse është Flutura atë, apo... Jo, ju kom thonë mës me ardhë kur me mpa, sepse tash ndeshjet për transmitohen. Edhe kom qef me koni koncentrum të lojat e puna, sepse futbolli është pjesë ku dush me marrë vendime mrena lojës, ku dush me lexu kundërshtarin, ku dush me pa defektet që i kinë skuadër, edhe dush me reagu, edhe çdo gjë zhvillohet shumë shpejt. Nuk ka kohë për shembull për shpërqendrim. Zonja Flutura tha që mungon në stadion ku luani ju, po a janë prezent fëmijët, vajza Anila dhe djali Diego? Jo. As ata? Jo, as ata. Nuk e preferoja, ma shumë e preferoja ata me më pa në televizor, sepse kur shkon me pa një ndeshjet, shkon krejt dita. Bo është gati, pastaj rruga, derisa të kthehesh, ata fëmijët edhe të dy t'janë zonë sa të mirë, ma shumë e preferoj në shpe,
me bo naj detyrë, naj projekt që pjo japin se na mytën me këto projekte. Edhe juve, edhe ju po angazhoni. Zonja Flutra, zakonisht zorin Ismet, kur të shohim në stadium, është pak ma i rep, sepse e lyp edhe puna, ndoshta. Po në familje, qysh është? Unë e kom njerëzin është ta kur i takoj për herën e parë dhe kur e kuptojnë që unë jam gruaja e Ismetit, mendojnë që është shumë i vështirë dhe më shohin me atë synin e dhimbjes. Po. E shohin, më shohin pak për gjuna. Po Ismeti është shumë i urtën, shpenë është ta nuk i njihet zoni kur, unë jam ajo pak që bëj zhuru ma shumë, që jo ma kritike dhe ndaj Ismetit edhe... Definitiv po. Edhe ndaj fëmijëve, shumë rrallë. Ismeti na i plotson krejt. Nuk thom që kur ka humbje, kur ka në stres lojës, kur ka ngarkesa, na fulim bashkaresht, i ndojna bashkaresht. Mirë po, jo, përfundon loja dhe ato përfundon gjithë shka. Nuk, Ismeti është shumë i qetë në shpe, shumë është i qetë. Si mundesh me bo një balans, Ismet? Kur je në stadion? Edhe diçka. Gjdo herë, kur ka loj, se nuk është vetëm 10 minuta, do me thonë përfundon loja gjatë javës, ka stres me përgadit lojën, ka lëndime, këtë sezone ka pas shumë të vështirë, ka pas herë që ka thonë, Flutër nuk po di qysh mi mbledh, qysh mi bonim 10 lojtarë, se ka pas sezone dhe me lëndime shumë, edhe ka qenë Superliga. Thuja se gjithë sezonën ka pas, gjdo loj ka qenë si me konë finale. Nuk ndodh me ardhën shpe, pa më thonë, falju më se na gjuhën popullore bëjmë halal, se din që na e shohëm, jo që vjen të bu zhurëm, pa jo është i stresum. Zemë, qka e ki për mrenda, ndikon, del edhe jashtë, edhe na e shohëm kur ka stres, kur ka ngarkesa gjatë javës, edhe në shta që nuk e jepat 100% që na të buzqesh, që na ta qka dojnë fëmijët, se fëmijët i kena në moshtash, në adoleshencë që kërkojnë shumë, edhe na kërkon falje gjithmonë. Për post angazhimin në punë, angazhohet edhe në shtëpe, a ju ndihmon me punë të shtëpisë, zotri Munishe? Se s'po e pës ta se me gjas të po, kështu që do shta ju të regoni ma realisht. Na kallzojna drejt, Nëse unë i kërkoj Ismeti diçka, po, për ndryshe, vetë nuk merë me bukur gju. A ju? Jo, nuk është që... Nuk është tipi i shtëpis, mirë po qka do që i kërkoj, edhe kur më shë që unë e kom sfida diçka ma shumë, normal që më pyt, furnizon qka do që ka nevoj, dolmi bashk, mirë po për mu qu me i rani fshistrymës, ose një gjoker, ose me shtritesha, ose diçka, jo, as të njëre. Po nëse i kërkoj, po jo nuk më thot kur. Jo nuk më thot kur, nëse unë i kërkoj, po unë i kërkoj shumë rallë. Cila është kërkesa që nështë pak të shtenë që priton me e bo? Kur shkojna me ble harq për shpe, shumë pritoj me prit. O shumë interesant. Edhe adin po e kom defektin matë madhin që edhe zakonisht për shembull unë pak e kom një edukat pak ma ndryshe, nuk vanohem kur. Me thonë, nuk ndodhën më vanu në stërvitje, nuk ndodhë më vanu me një termin. Disiplinum. Po, jem jash zakonisht i disiplinum, sepse konsideroj që njeri që vanohet, ose është pa edukat, me thonë, kështu në e konceptoj. Ose e ka IQ-n, se njeri e logarit, ku ka me shku, logarit... I bën matematikat. Po, i bën matematikat, edhe do me thonë, këta diçka që me prit, edhe si do mos kur shkojna, se Flutra zakonisht shkon furnizohet, edhe unë një moj, pas taj mi bojt ato senet, po ajo, do me thonë, ato e kom. Na dhe kur dalim, unë e kom fillu, për shambull në shtaj Ismeti, ose pretekeri, ose kur kena me marrë zakonisht gjona ushqimore që janë, gjona matranda, I thom Ismetit shpesh herin kërë se ka fillu me mlodh kjo pjesa kur I takojna njerëzit, nuk na kursejnë. Unë e di që Ismetin e dojnë krejt. Më kujtohet në herë një shok I Ismetit, në fakt, nështë edhe duna nja përmen emrin Afrim të Vërlonit,
takimet kur I kena pasë në fillim, më ka thonë Flutër, kur s'ka me konë veç jote, kjo është I krejtve. E shumë djeve. Edhe tash s'mu pas ka kujtu kjo më abet shumë ati. Gjithmonë dikush del që ose ka fëmin, ose vllaun, nipin, ose diçka që ne dalim e kena kohën e caktume, ose I lojna fëmin, ose kena me shku një termin kohë caktune për mi marrë dhe kena ton kohën shumë të limitume. Edhe për hirë që saj që gjithmonë del dikush që e njef, që na del për para më prit, unë I thomi Smeti, sikur kur e mojmë sheftas këto. Për me I kësaj turmes. Zonja Flutra, si është me qenë partnerja gruaja e një burri kaq strekt, le të themi, kaq disiplinum, që e ka koncentrim edhe sunem futbollin. A ju ndikon edhe ju me qenë strikte dhe disiplinuar në mënyrën e jetës së suj? Po, sa I përket kësaj pjesë strikte, na paka shumë bojmë jetesë si në ushtri, që ashtu t'jena mësu edhe fëmini kom shumë preciz, edhe unë paka shumë edhe ju më kone kujdeshme, tash me kone edhe jena mësu, ka një herë nuk e ndi që kom shok tjetës, tash jena bo si vlla, si motër, si me na kom pas bo një nanë, se jena mësu me... Të I kemi edhe një foto të familjes Munishe, është vajza, kuj kanë qenë ma të vegjel, po kuptohet, vajza dhe djali. Qa janë fëmijët për zotri Munishe? Na njofto pak me ta. Na e kemi Anilën edhe Diegon. Anila është gëzimi jonë I parë dhe na kam përngjatë të dy fëmija. Kështu I kemi fëmijë shumë të mirë, mësojnë shumë mirë. Qka të kanë gjanë ty? Të dytë, I kemi të dytë. Diego më kanë gjanë se Diego e njeh shumë mirë futbolin edhe kom insistu që mos më marë nashta do të përmon direkt më bo trener. Sepse atë shmire kupton futbolin edhe është jashtëzakonisht impret. Unë nuk besoj që ka fëmijë në moshën e tij që e kupton kështu futbolin. Edhe Anila është shumë e qëndrueshme sikur unë, edhe e ka karakterin e fortë sikur unë. Domethënë, unë e shoh edhe në shkollë, edhe gjithmonë e mrin ato që e synon. E qet vetit një objektiv, edhe e mrin. Diego është inteligjent si mami. Emrin Diego je bazu me naj futbolist, apo? Po, Diego Maradona. Diego Maradona, unë e kom pas si doll për lojën që e ka bo, jo mënyrën e jetesës edhe ndoshta, por unë konsideroj që o konë lejtari ma I miri gjitha konave dhe unë që e majnë men ato edhe e kom pa të lujt, ka qenë jashtëzakonshëm në fushën e lojës edhe pa ta vendos mjalon emnin Diego edhe Flutra më ka përkran këtë... A keni qenë edhe ju e pajtimit me pas emrin e një lojtare, futboliste? Unë nuk ju më përzi, edhe për Anilën e kalon emrin baba I Smetit. Nuk ju, si ka thonë Anil, ku më thonë abej veç e gëzoft, edhe për Diegon. Unë e mendoj që njerëzit I zbukurojnë emrat edhe nuk më bën shumë për shtypje emri. Zonja Flutra, a I mbani mend ato ditë e para kur jeni bërë prind? Si ka qenë ajo ndjesi për juve? Se ma jetë gjatë kronikës sa transmitoj, pim kafe dhe diskutum këtë pjesën që ju në rritë shumë shpejt. Nuk po e kupton asë që në rritë ka shpejt. Po e mban men ndjesin si në bëjt parë? Po, pa tjetër. Më vjen keq që nuk kom rritë, nuk kom pas mundësi mi majtë fëmijë të ngji, kom pas shumë obligime, unë e kom dalë Anilën e kom marrë në punë, unë kom punu në banatore gjatë, tash për momentin nuk jom të dalë, e kom marrë Anilën me vetim punë, e ka një here pa të fillu shumë herët me folje dhe kisha një ndjenë se kështu e majsha dhe I shërbejsha pacientat edhe veç filloj mi qita ata zonat shumë herët. Veç për këtë pjesë ndina pak unë faj, e kom unë veti, nuk është që e kom shprej është hera parë në shta që për shprej edhe publikisht, po edhe me dika nuk është që e kom pasi bisedë, por nëse këthena mas, kjo është pengu që e kom. Në shta për shëndet në të ardhëmën edhe pse fëmijët I kena shumë të shëndet shumë. është ndjenë shumë e mirë. Unë e ku marë edhe kur jo martu, unë e kom jetu në bashkallëk me vlanë e Ismetit, me printe e Ismetit, po jom familjarizu shumë shpejt me ta edhe nuk e ku marë sportivitet edhe pozitivitet. Edhe me Anilën. Shpjeta në bashkallëk?
Unë kom jetu veç me vllaun, edhe normal që nuk e kum pas të vështirë, po dashnia për Ismetin i kum kalu sfidat shumë letë. Nështë një sfid ma të vështirë që e kum pas personale me Shëndetin, për ndryshe atë pjesë e kum kalu, në prind e Ismetit i kum desht shumë, shumë i kum desht, ka ndru jetë dytë, edhe dashnin që ma jep Ismeti gjatë tash na veç pibujna 15 vjetë që jena bashkë, dashnin që ma jep, respektin, përkrajen që e kum pas gjatë sfidës që e kum pas me Shëndetin. Shpesh herë thome edhe normal që në fillime nuk i kena pas kushtet e mira, kena pas shumë vështërsi, edhe tash jetën që e kena, rahatlëkun që e kena tash, shpesh herë thome, si kur t'ishin konën a Ismetit a Beja, se ndina më bërshë ndaj tëne. Dë vetë më në gjohë që muna me bo që i vizitoj Varrezat shumë shpesh, i vizitoj edhe pa Ismetin se Ismeti është ma ndishëm, edhe shkoj veç vetë. I vizitoj shumë shpesh, veç për hirë që me ju falenderu për mënyrën e kulturës që shja ka njep Ismetit, se këtë që ato e transmitojnë gjdo dit me mu. Dhe me thonë, kjo është edhe lutna shumë shpesh, edhe ndoshta edhe ja për shpirtin e tëne, se mu ma kanë loni njeri që une nështë nuk isha mujt as në ndër me po edhe nuk takoj. Njerë si Ismeti nuk takoj. Nuk janë as familjarët e me, nuk janë as vllaznit e me, nuk është as baba jem, nuk janë as familjarët e Ismetit. Ismeti është po, Ismeti është jashtë zakon shumë. Bëjmë ndi këto fjallë, a ti thot shpesh zonja Flutrat? A di pse po thëmë jashtë zakon shumë, se është shumë e vështirë me pas shokun e jetës, mos me pas Shëndetin me vjetë tona. Edhe gjatë gjitha këtyn vjetëve, me të bo me uni si princesh, gjithë kohën jena konë të shpenzu, jo të marë. Kena pas shpenzime maramense me mu. Edhe me të bo muni, mos me undi asë të një here kesh, do me thonë, dësh me konë shumë zemër gjonë, dësh me konë shumë i mirë, dësh me pas shumë durim, që na ta shumë këtë kohë që jena është e pa mundur me pas durimin të në kohën, se po shumë, pe dina mo qëfar jetë e ngarkune është, jo veç të na, po besoj që të krejt qipte, të krejt ata që kanë fmi, edhe Ismeti është në këtë pjesë është jashtë zakon shumë. Gjithë kjo dashni, po ndoshta ka njerë keni edhe naj cakërëm. A ka ndonjë diçka që më të bo nervoz? Kena, për hirë në shta që na jena shumë precizë. Ato gjithkon ndodhin, por një aktor që e pash me një emision ka qenë një aktor shumë i njoftën, edhe s'po thëmë prej kajti qysh. Edhe pe pyt me një emision, pe pyt gazetari po thëtë, a e kini jetën e mirë. Edhe kjo po thëtë, një jetë e mirë, thëtë se ti po më pyta e kam jetën e qetë, dhe mëse na e konsiderujna një jetë qetë që është jetë e mirë. Ajo thëtë jetë e mirë është ajo jetë që ka përmbajtje. Dhe me thonë, jetë e mirë është kur ka përmbajtje mrena edhe gzim, edhe indhim, edhe dashni, ka njerë edhe naj mos pajtim, por që te i kaluon. Edhe këta e konsideroj për këta, në momente dina me konë temperament të dytë, edhe, por që dashnia i te i kalon krejt, edhe sfidat që i kemi pas, sfidat që i kemi kalu zbashku, na ka nimu shumë edhe në besimin e ndërsjell. Na i trek qysh pajtoheni, a i keni? Cilin shëmpej, por? Her Flutra, erone, jo, na nuk majna kështu i nati, nuk kena i nati, nuk e dina në nuk majmë i nati, apo kuptan? Unë e kur, pas Ismeti nuk e besoj. Ta mirë. Zotre Ismet, a jeni jo i ndishëm edhe si e keni kalu këtë fazën e vështirë të Flutrës? Sa ke mujt me qëndru ati i fort pranë saj? Unë kom pas, mas pari baba ka qenë një kohë i smut, e ka qenë i smut për i zemrës pacient. Dikon 30 vite ka qenë, pastaj nana ka pas pak probleme. Mas anej Flutra, po Flutra është shumë e fort. Kur nuk ka nalë, për shembull,
neve na bën gati, alo fëmini bën gati, nuk ka pas shanse edhe të tre dalëm shumë të lamë, shumë pedant. Është kujdes, mas shumë të u preksha kur i bëjke punë të shpis, unë i ke edhe 15 minuta edhe unë që keme pushu, se s'më i ke ma shumë. Ka pas një sfid me kështu një smunje ma specifike, por që e kemi të i kalu edhe e të dy të kemi pas besimin që të i kalon. Po normalisht barën e ka pas flutra sepse ka qenë Personi që është përballë. që është përballë direkt me smundjen. Edhe duhet mu përkra njerëzit me zveti, sidomos njerëzit, gjdo të qift ka sfida, ose dikush e ka smundj, dikush e ka një tjetër, por që duhet të i kalu edhe duhet me pas jashtë zakonisht me dhonë dashni njoni tjetrit edhe me pas shumë mirë kuptim. Zomi që ka kalu këtë fazë vështirë edhe urojmë të keni shëndetin e plot gjithmonë zonja Flutura. Faleminderit shumë. Ta shkojmë të nata e lojës të yjeve, zotëri Munishe. Apo na tregoni se ç'ish kalut atje? Kemi kalu shumë mirë, ka qenë një organizim i mirë i komunës Prishtinës, drejtorisë për sport, aty për kulturin dhe sport, aty është Sibeli, është Kushtrim Mushica, pastaj është menaxheri i njohur i yjeve të estradës, është Rinori Hykolli, është Fatos Dili, ka ma herët ka qenë gazetar, tash mirët aktivisht me futsal. Cili prej yjeve ka qenë maj mire? Prej fushës që s'janë futbolista? Prej fushës që s'janë futbolista, më ka befasu me thonë drejten, Fero kishtë talent për futbol. Apo? Po Fero. A ishte dhe aty baba që... Për zotin ka befasu se ke edhe e pash se i shfit kështu se edhe po ushtrejke, edhe kishtë talent për futbol, meriton mjekiqi, me të vërtet edhe DJ Daxi edhe Pijemi, do me thonë, këta më kanë lënë për shtypje se gjitha të pjesëmarrësit, për shembull edhe Vedati, ajo është marrë aktivist, Vedati Stupsave ka qenë portier për para, ka mbrojt ajo. Cilis ka pos Haber? Haber? Mas na shtini mbeljo. Ajo është ndeshje mitësore. Po, ndeshje mitësore? Jo, në përgjësi ka qenë gjithë mirë, por kryetari për parim Roma nuk ma bëjke mirë presingun edhe zavensova me njerë. Apo? Faleminderit shumë, ishte knasi shumë e madhe t'ju kemi sot në studio. Faleminderit që ndoshta edhe ty të pom krejt me një anë tjetër, zotëri Munishit, sepse gjithmonë këna pone për debate sportive. Sot ishte në një krah me bashkëshorten edhe krejt ndryshe se qyshin e mësu me të po. Unë edhe me qëllim ma shumë, do me thonë Flutrës i dhash hapsin, sepse njerëzit edhe jënë lodhë me neve. Apo kupton, është shumë interesant me po, sepse krejt na trenerat që jemi ose njerëz më thojzat sukses shumë, e kemi një njeri mrapa që na animon shumë me mërjat sukses, edhe storjet